Benito Mussolini, duqja e Italisë, mendonte se lavdinë e regjimit fashist duhet ta përjetësonte përmes arkitekturës fashiste, ndërtesave shproporcionalisht të mëdha, përballë cilave individi ndjej i vogël e i pafuqishëm. Edi Rama, duqja i Shqipërisë, mendonte se lavdinë e sundimit të tij do ta përjetësonte përmes kullave që i shëmbëllenin fytyrës së tij dhe rezorteve me vila luksoze ku trafikantët e oligarkët drekonin me mish flamingoje. Edi Rama mendonte se paratë e kokainës që ngurtësoheshin në beton, në kullat më të larta të Ballkanit që ngriheshin mbi lulishtet e pensionistëve, do të shpëlaeshin, do të zbukuroheshin, do të ngjyroseshin me atë bojën me cilën dikur Edi Rama leu fasadat e pallateve, pikërisht nga emrat e mëdhenj të arkitektëve ndërkombëtar, apo të starkitektëve, siç emërtohen në rëndom nga njerëz të rëndomt. Dhe këtë lavdi Edi Rama ndëronte ta materializonte në këtë librin këtu. Në këtë qitap të madh e të trash që emërtoi Dosja shqiptare. Dje doli dhe tha se nuk është ai autori i librit. Në fakt Edi Rama është autori i këtij libri, është porositësi i këtij libri, është kumbari i këtij libri. Sepse po të mos ishte për bekimin e kumbarit, po të mos ishte për krushqin e lidhur mes trafikantëve drogës, oligarkëve sekser dhe starkitektëve, ky libër nuk do ndodhej sot në këtë sallë. Kjo që kemi këtu është dëshmia e materializuar në 800 faqe, se si e ka qeverisur Shqipërinë Edi Rama dhe se si synon të realizoj atë që mund ta cilësoj vetëm si dubajizimi i Shqipërisë, pra të një oazi ku trafikantët pastrojnë parat, oligarkët sekser shijojnë frytet e favoreve të shtetit dhe të kapjes së ekonomisë, dhe ku shqiptarët janë shpronësuar dhunshëm, janë burgosur mbi qytete të kthyer në xhungla betoni, janë helmuar nga ajri kancerogjen e nga uji i papishëm, e që eventualisht e kanë braktisur atë dheun e tyre njësoj si në Dubai. Ky libër na dëshmon se si Edi Rama, ose kreu i Këshillit Kombëtar Territorit dhe Ujit, është ai që firmos çdo lejë ndërtimi për kulla e rezorte në këtë vend, dhe se si e ka qeverisur Shqipërinë përmes telefonit. Një telefoni përmes cilit oligarkët lidhnin krushqin mes tij dhe trafikantëve, dhe një telefoni tjetër përmes cilit duqja e Shqipërisë ftonte starkitektët në këtë baçën e tij, në këtë tokën e egër ku starkitektët mund të shfrenonin fantazinë e tyre. Atë fantazi e cila kthehej në beton, por që starkitektëve nuk u interesonte as pak se nga parat e kujt. Në këtë libër pohohet se si procesi i lejeve të ndërtimit, dhe po citoj starkitektët këtu, është dukshëm më i shpejt dhe me më pak kufizime se kudo tjetër, është i nxitur nga një vizion i qartë që vjen nga ky kryeministër, se si Edi Rama po kuron Shqipërinë si një ekspozit artistike, njësoj si atë kopshtin e Edenit, i cili na kushtoi gjithëve miliona euro, në të cilin duqja ju një ndritur qartëson mendimet, çlodh mendjen, e mpreh vizionin e tij për Shqipërinë. Ky libër dëshmon se Edi Rama është thjesht një fasadë, siç ka qenë në mbar karrierën e tij politike. Është vetëm mirazhi i një sundimtari që në fakt i shërben tjetër kujt, por padyshim nuk i shërben shtetit shqiptar, padyshim jo ndërtimit të institucioneve shqiptare. Në Shqipërinë që shpalos ky libër, ndërtohet pa plane urbanistike. Arkitektët e urbanistët shqiptar nuk ndodhen në asnjë prej faqeve të këtij libri të trash. Madje është i njëjti starkitekt që hetohet ende në Itali, Stefano Boeri, njëri prej atyre që ka përfituar më shumë nga shkatrimi i Tiranës, që ka hartuar atë që ju keni ende guximin ta quani plani urbanistik i Tiranës, një paçavure që çdo specialist i fushës e shpërfill si një fars, si gjethen e figut me cilin ka zgjedhur të mbulohet mbreti ynë Lagoriq. Në Shqipërinë e tij, Edi Rama ka firmosur me dorën e tij të purpurt ndërtimin e të paktën 140 kullave, 10 rezorteve që kanë kafshuar Bregdetin, ka hartuar projekte të paramenduara për oligarkët shqiptar që e dinin se kishin leje në xhep, e që sot i shet si investimet huaja. Projektin e Zvërnecit, për të cilin sot protestohet, duqja e Shqipërisë e kishte planifikuar të jepte kastratit,
para se të flitej për dhëndur të hegemonëve global, madje 2 vjet përpara se Edi Rama, me iniciativën e disave që s'janë në këtë sallë, se ndoshta flen gjumë, të bënte ndryshimet në ligjin për zonat e mbrojtura. 2 vjet para kësaj. Edhe këtë e gjeni te ky libër. Sipas punës admirueshme të gazetarëve të Citizens, në 41% të projekteve nuk përmenden fare porositësit e këtyre projekteve. Porositësit nuk i përmendin arkitektet, nuk i përmend Edi Rama, a e dini se kush i përmend? Dosja e fundit hetimore e Spakut, sipas së cilës janë lëshuar 20 urdhër arreste për njerëz të lidhur me trafikun e drogës, të cilët kanë përfituar nga dora e purpur të Edi Ramës, mbi 1 milion metër katror leje ndërtimi në mbar Shqipërinë. Nëse Spakut i duhen prova shtesë, i gjen te ky qitapi këtu. Në këtë libër gjendet edhe letra ikonike, letra që arkitekti holandez i adreson Duqes së Shqipërisë, ku i kërkon që në mandatin e tij të pestin, të pezulloj zgjedhjet, të shpallet mbret që të mund të mbrojë këto azë të arkitektëve që ka krijuar në baçën e tij. Edi Rama doli dhe tha se letra kishte tone sarkastike. Po edhe në qoftë ashtu, shtrohet pyetja, me kë po tallet arkitekti holandez? Apo tallet me Edi Ramën për derexhen në të cilën e ka degraduar Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë? Apo tallet me gjithë ju, të nderuar kolegë të mazhorancës, që mbretin vazhdoni ta mbani në koltuk, edhe sot kur mbar shqiptarët po e tallin, sepse përmes tij ju mbani edhe karrigen tuaj. Apo po tallet me popullin shqiptar, me këta njerëz të egër që nuk meritojnë të votojnë kundër prizve të përndritur. Sidoqoftë, pavarësisht se kujt i drejtohet sarkazma, pse kjo letër ndodhet brenda këtij libri? Shtrohet pyetja. Kujt i shërben kjo letër? Kush pritet ta lexojë këtë letër dhe çfarë pritet të lexojë brenda saj? Ja them unë. Diktatorucve, si ky hyni, u përkëdhelet egoja nga letra si kjo. Edhe nëse ato kanë tone sarkastike, sepse de facto dëshmojnë mënyrën se si pushteti vepron në Shqipëri. Dëshmon se si Edi Rama fantazon që të hyjë në histori, si udhëheqësi që nuk e lëshoi pushtetin veç se kur deshi vet, që e transformoi baçën e tij sipas qefit të tij. Ky është vizioni i diktatorucit ton, i Duqes së Shqipërisë, homologun e cilët antifashistët italian e varën kokë poshtë. Por këtë Duqen ton, rinja shqiptare thjesht e përçmon, e tall, e delegjitimon, sado të hakurret protestuesve, sado të shtiret sikur nuk i lëkundet karrigja. Edi Rama sot është e shkuara e palavdishme e një Shqipërie të vjetër. Sot ka lindur Shqipëria e re.